Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi dhe sekretarja për marrëdhëniet me jashtë Romina Kuko përfaqësuan Partinë Socialiste në Kongresin Zgjedhor të Partisë Social-Demokrate Gjermane, një prej partive më të mëdha të së majtës europiane. Në takimin me kryetarin e sapo zgjedhur të SPD-s Lars Klingbeil dhe përfaqësues të lartë të së majtës europiane u konfirmua mbështetja e plotë e social-demokratëve në rrugëtimin e Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian, tha Klosi pas takimit. Shumë të nderuar që me ftesën e social-demokratëve gjerman morën pjesë si përfaqësues të Partisë Socialiste në këtë kongres zgjedhor të Partisë Social-Demokrate Gjermane, një nga partitë e forta të së majtës europiane, e cila zgjodhi sot kryetarin e saj të ri dhe pashtu përcaktoi raportet e saj me qeverisjen në Gjermani. Patëm të gjithë kënaqësinë në takimin me kryetarin e sapo zgjedhur të kësaj partie, të merrnin mbështetjen për gjitha çfarë Partia Socialiste bën në Shqipëri e po ashtu besimin e plotë në mbështetjen e social-demokratëve gjermanë në rrugën tonë për integrimin në Bashkimin Evropian. Padyshim patëm takime edhe përfaqësues të lartë të socialistëve evropianë, të cilët po ashtu janë mbështetës të rrugës sonë europiane. Partia Socialiste e Shqipërisë vazhdon të përfaqësohet me të gjithë kapacitetin e saj dhe natyrisht me shembullin e saj në reformat e bëra në Shqipëri, në qeverisjen e vendit natyrisht në procesin tonë të integrimit në familjen e madhe të socialistëve evropianë. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste tha ndër të tjera se Shqipëria do të vijojë me përmbushjen e reformave për të mundësuar integrimin e shpejtë të vendit në BE.